Pëlsira vije farë në fund për ju, e kam fjallin për të pathënat e kësa jave. A thua valë me kohë morëm këtë herë. Kush u martua, kush nga reperet botror do e vizitoj Shqiprin, e kush nga repistet me fanë botrore do përformoj në Prishtin. Kur të del kënga më e re e unikatilit depresionit, Dafina Zicili përformon në X Factor Albania. Të gjitha këto në vjem. Reperët më të njohur në vendin ton, Unikatil Depresioni, së shpejti do të përfundojnë projektin e nisur ditë më parë. Më datën 5 qershor në iTunes do të lancohet kënga e tyre, emrin e të cilës ende nuk e kanë vendosur. Këtë informacion e kanë bërë të ditur menaxhmenti i Unikatilit. Vera sa po shkon e po bëhet edhe më e nxehtë. E për këtë sezon, të gjithë këngëtarët janë aktivizuar për të lansuar klipe e për të bërë hite verore. Edhe Andosi me DJ Dallull janë duke u kujdesur për këtë gjë. Ata në prag të sezonit janë duke xhiruar një klip së bashku, ku për disa pjesë xhirimi është zgjedhur qyteti i bukur i Gjirokastërës. Klipi do të jetë gati shumë shpejt e ju do të keni mundësi ta shihni premier vetëm në prive. Edhe koncertet po e veçojnë këtë verë. Prej tash ka filluar publikimi i datave të koncerteve në vendin tonë. Kësaj here bëhet fjalë për rapisten amerikane Eve, e cila sipas kompanisë Powwow do të jetë në Prishtinë me datën 5 korrik. Bileta do të fillojnë të shiten tash së shpejti. Para disa viteve, Prishtina u bë stacioni koncertit të reperit 50 Cent, i cili për herë të parë performoi për publikun kosovar. Pas ardhjes së tij në Prishtinë, 50 Cent ka mbetur i mahnitur me publikun ton, e tash ai ka vendosur të mbajë koncert edhe në Shqipëri. Data e saktë ende nuk dihet, por ajo që tashmë e dim është publiku i shumt, i cili do të mblidhet ta sheh për së afërmi 50 Cent. Pas një fejesi të gjatë, këngëtarja Kaltrina Selimi së bashku me të fejuarin e saj ka vendosur t'ia fund beqaris, kështu duke e bërë një kurorëzim të thjesht, urime çiftit më të ri të skenës son. Fundi dal nga dal po i afron, audicionet tashmë kanë përfunduar, edhe X Factorit po i vjen fundi këtij sezoni. Por finalja madhe do të jetë një natë spektakulare, me fasi e surpriza të shumta, do i presin ju dhe konkurrentët e X-it, duke mos i zbuluar të gjitha. Ne po ju tregojmë vetëm një performancë. Dafina Zicili do jetë pjesë e këngëtarëve të cilët do të performojnë në këtë natë së bashku me konkurrentët, se cilat hite do t'i këndoj, mbetet të shohim. Vildane Zeneli tashmë u bë pjesë e familjes së yjeve amerikane. Përveç modelizmit, në të cilën po ka një sukses mjaft të madh, ajo për herë të dytë u bë protagoniste në klipin më të ri të këngëtarit Dr. Dre. Xhirimet e klipit kanë filluar dhe shumë shpejt do ta shohim bukuroshen kosovare që po mahnit botën. Javë më parë, ja u sollëm lajmin e detajuar rreth çështjes së Besnik Çakës. Gjyqi paralajmëruar për datën 30 maj është thyer për datën 3 korrik, pasi që në gjykat përveç Besnikut, 7 akuzuarit e tjerë nuk ishin paraqitur fare për arsye të ndryshme. B1, një emër jo shumë i njohur tek ne, por në botën e showbizit është njëri ndër vallëtarët më të mirë në Amerikë. Burimi është pjesë e grupit të vallëtarëve të këngëtares Rihanna që më shumë se 6 vite. Burimi përveç që vallëzon për Rihannën, ai po ashtu në gosht do të jetë pjesë e baletit më të famshëm në botë, Cirque du Soleil për afro 1 vit. Ishte kjo